Shqetësimet e mia janë që në radhë parë njeri jemi pa punë. Në radhë dytë protestojmë për drejtat tona, protestojmë për pronat tona, nuk shitën Shqipëria, nuk shitën tokat. Baballarët tonë kanë morë, kanë blemë në Lëvëri, dhe sot vit na i shes shteti, kjo nuk bëhet fjalë. Ne kemi dalë zot, dash tokën, dash batanin, dash gjithë gjë. Prandaj unë i bëj thirrje edhe Dibrës poshtër, mbi gjitha, që ato kanë mi fjalë kanë vendosmëri shumë të madhe dhe Maçellarës, Shupenzës, Bulqizës, që të morin masa, gjithashtu dhe Borrelit që na kap, të morin masat e të mlidhin të grejnë njerëzit bëjnë protestimin se ne po bëjmë protestim për ditë dhe unë nuk po shoh veriun fare që nuk vjen në protest. Veriu do të vinë protest se Shqipëria po shitet. Shqipëria është e shqiptarëve dhe nuk është e oligarëve. Tu oligarët po shesin vendin, e kanë shit. Më të thonë, të gjithë vendi është i shitur. Këtu njerëzit janë pa punë, rroga është 400.000 lekë, qiraja është 600.000 lekë. Si ka mundësi me 400.000 lekë me qira 600.000 lekë? Jetohet tune, unë ka 2 vjetë që kom artu, se më ka vdek gruja, edhe isha në Shkopi, isha në punë, një kryetar i bashkisë, një komunist i Shelbët, më është nga puna që i kur unë kisha dashëm, unë kisha morë në shtëpi. Ai më është nga puna, i drejtova prefektit, i shkoj prefektit, nuk më bërin punë. Ishte ky që toqi nga puna, si ka emrin? Rahim Spahiu, kryetar i bashkisë Rahim Spahiu. Ka ishur nga puna teksa ti ke pasur bashkëshorten të smunë. Po, e pata në spital 3 muaj. Edhe mbami i shife burk njeriu se sa në spital. Në spital priket dera e spitalit, duhet me dhënë 20.000 lekë policit. Për me hi ke smumi. Unë kam lanë lesht e kokës. Kam hi 50.000 euro borxh si ta shpëtoj. Unë së në shpëtova. Gjitha, ajo më vdish, isha në punë dhe më është nga puna se isha në dashë, se mu kisha morë në shpi, u këtheja mas një mujë, se mu nuk kisha meni me shku në punë, nuk kisha me ishte prish familja. Edhe shkova ti në punë, atje nuk më mori më dhe të kom eq nga puna. Po si jo më ke eq nga punë, nuk më qenë në punë, jo të kom eq nga punë, po ku kom qenë, unë ka pas morë shpimër, edhe kafe nuk ka ardë pjetë. Edhe kafe nuk eri këtë i bashkisë me pi kafe. Ashtë komunistat shelpë si janë. Sët janë klisht e në vehës këtë punë. Nuk është dhe gjithë e drejta. Unë vinë nga një familja politiko-politikë. Unë më është bra laj babës, që falika tonë ka qenë, që mbrote njerëzit. E thanë që në 25 që të vrasisht 3 veta në katunë. E tha, zë shpjen shpitime jam une. Ta nuk i vras njerëzit. Atëherë vranë këtë, tarin sekretarin. Tani si ja bën ti? Pra ti tani ike nga Peshkopia dhe ka ardhur në Tiranë. Kam ardhur në Tiranë për komar për punë. Nga Peshkopia. Se s'kisha vend atje. Kam gjetë një vend punës atyre, 400.000 lekë, shpinë e paguaj 550.000 lekë. Çfarë të bëj unë të shine? Ku ti mor parat? 550.000 euro jam bërë, se isha me smunin në spital, o vlla, nuk isha në dashëm. Unë me vdish një kriminel i papam, Rahim Spahiu, mu më heq nga puna. Si orë ishë njëri nga puna, ka unë më vdish njëri unë në shpi, të më heq nga puna. I shkova gjithve një, ajtë nuk në gjëjti. Atëherë kur bon votimet, unë nuk i dhash vot ati. I dhash votin Smajluks, ishte i demokratës. Edhe më tha mu të ke dhënë votin Smajluks, nuk vjen bon në bashki. Thash unë, kur më sash në bashki tëne, unë krati kam, unë deponej, amba unë du të drejten. Po jo kështu, unë shumë keq. Unë i bëj thirrje të gjithve poplit, si Dibrës, si Bulqizën, pavarësisht bëj thirrje, kryetarit Rinis Afrim Pocesti, është kryetari i forumit Rinis, avokat Sheqim Manjani që bën protestën e pa ndalme e bën Bulqiz. Ai e bën Bulqiz protestën e pa ndalme, për Shkopia s'bën protestë valla. Që është Bulqiza, Shupenza, është kryetari i forumit Rinis, Afrim Pocesti dhe avokat Sheqim Manjani. Ato bën protestë. Ato i kam thirr dhe ju bëj thirrje që të vinë në Tiranë se këtu është shteti dhe të mbrojmë vendin tonë, të mbrojmë me çdo kush që këto oligarkë hiqen. Gjithë mirë.
Juve për çfarë jeni këtu? Ne kemi Se do nis marshim, nisi marshim.